Kemi mbërritur në hapësirën e intervistës për të diskutuar për programin e Partisë Demokratike, sidomos për pjesën e pensioneve, por edhe për pika tjera, me Nikola Kedhin, i cili është pjesë e grupit të punës që ka hartuar këtë program. Faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit ju për ftesën, është kënaqësi. Një nga pikat që tërheq shumë vëmendjen është padyshim vendosja e minimumit jetik në nivelin 200 euro. Si është arritur në këtë nivel? Kujtoj faktin e përmenda më parë që keni pasur një tentativë në parlament për të propozuar vendosjen e minimumit jetik, por që u rrëzua, duket që tashmë është reflektuar. Si është arritur në këtë shifër? Po, shikoni, minimumi jetik i shërben një qëllimi të caktuar. Nuk shërben për të nxjerrë njerëzit nga varfëria, shërben për të nxjerrë njerëzit nga varfëria ekstreme, nga skamja. Sot fatkeqësisht jemi në këtë realitet, sipas raporteve të Avokatit Popullit, Bankës së Shqipërisë dhe shumë institucioneve ndërkombëtare. Shifrat janë alarmante për numrin e njerëzve që janë në gjendje në varfëri ekstreme ose në pragun e varfërisë. Janë rreth 44% ata që quhen të përjashtuarit social, të cilët janë njerëz në prag ose përtej pragut të varfërisë. Ndaj minimumi jetik është një përpjekje për të nxjerrë këta njerëz nga kjo gjendje e varfërisë ekstreme, për të dhënë atyre, për të rikthyer atyre dinjitetin që çdo njeri e ka të natyrshëm dhe me cilin lind. Dhe kjo shifër 200 euro vjen nga raportet e Avokatit Popullit. Ishte 18.000 lekë, më duket? 18.500 është llogaritja që ka bërë Avokati Popullit. Ka pasur ky institucion përveç se raportit të tij zyrtar të dorëzuar edhe në Kuvendin e Shqipërisë, ka pas disa përpjekje që politika ta dëgjonte. Këtë dhe vetëm Partia Demokratike, opozita shqiptare, ka pasur dëshirën e mirë për ta kthyer këtë në ligj dhe për të ndihmuar një pjesë të mirë të qytetarëve shqiptar, pensionistë ose njerëz të tjerë në nevojë. Kush janë kategoritë në fakt se zakonisht po shohim programet e partive politike, një pjesë janë minimum jetik, një pjesë janë pensione 200 euro, duket sikur gjithë janë të njëjta shifër, një konsensus të gjitha në këto zgjedhje. Po sa është kjo për llogaritje ku bien dakord të gjithë, edhe ata që kritikojnë programin e Partisë Demokratike, bien dakord që ka nevojë për një minimum me cilin njerëzit jetojnë në mënyrë dinjitoze. Pra të sigurojnë, minimum jetik të siguron produktet bazë të shportës, dhe i tillë është llogaritur dhe nga ose shpenzimet bazë që një individ ka që të jetojnë në një mënyrë dinjitoze. Dhe janë natyrisht pensionistët, nuk do ketë pensionist i cili do marri më pak se 200 euro brenda 100 ditëve të para të qeverisjes Partisë Demokratike, dhe të gjithë njerëzit në nevojë, të cilët sot kanë të ardhura më pak se 200 euro në muaj. Zotë Kedhi, në fakt një nga pyetjet që më bëhet është si do arrini, ku do merren fondet, parat? Keni një formulë, keni bërë një studim, se zakonisht edhe vetë skema është shumë delikate? Po patjetër, unë dua t'ju tregoj një shifër shumë interesante që unë e lexova para disa ditësh. Në lidhje me Argjentinën. Sepse kjo pyetje që bët ju është një nga pyetjet që bëhen mua dhe kujdo tjetër, është pyetja më bazike se ku do i gjeni fondet. Partia Demokratike mua më pëlqen ta them sepse është e vërteta në fakt dhe ky program është draftuar me këtë ide në mendje, nuk është thjesht një program. Ky është një vizion, është një alternativë. Ne ftojmë çdo qytetar shqiptar të bëhet pjesë e këtij vizioni për të ndërtuar ëndrrën shqiptare, për të ndërtuar shekullin shqiptar në vendin tonë këtu. Dhe ky vizion nënkupton një transformim të ekonomisë shqiptare, një mënyrë tjetër të konceptuarit të ekonomisë shqiptare. Dhe kjo ka disa element, natyrisht është pjesa e paketës së dinjitetit, që ne përmendëm pjesën e minimumit jetik, por ka uljen e taksave, vendosjen e taksës së sheshtë dhe uljen e taksave tjera që rëndojnë sot, e barës fiskale që rëndon sot mbi qytetarin shqiptar, uljes drastike të shpenzimeve qeveritare të kota që nuk janë produktive. Për shembull, një instalacion në kryeministri që kushton 4 milion euro dhe që nuk ka përse të ndërtohet aty, dhe shpenzime të tjera të tilla. Eliminimit të koncesioneve dhe PPP-ve abuzive. Për shembull, marrim tunelin e Llogaras, i cili u fitua me një shifër në fillim nga dikush, u anullua dhe ju dha dikujt tjetër me një shifër 50 milion euro më të lartë, i cili nën kontraktoi kompaninë e parë që fitoi. Po themi, gjitha premtimet që ju bëni,
Një farë mënyre janë të bazuar mbi disa projekte veçanta apo në bazuar në një strategji tuaj se si do sigurojnë të ardhurat? Janë të bazuara në një filozofi të caktuar e cila ka funksionuar kudo dhe kurdo është aplikuar në çdo vend të botës, në çdo kohë të historisë së njerëzimit. Marrim këtu Amerikën e presidentit Reagan, i cili e mori nga një situatë as pak e mirë ekonomike nga qeverisja e majtë e mëparshme, presidentit Carter. Marrim këtu Britaninë e Madhe të Margaret Thatcher, e cila mori një komb të gjunjëzuar nga zinxhirët e burokracisë dhe të socializmit nga paraardhësi i saj Harold Wilson dhe e la një komb të begat që i kishte hequr këto zinxhirë dhe kishte çeluar potencialin e vet. Në fakt, çdo parti politike dhe çdo individ do donte këtë, por në fakt programi zakonisht është po themi dhe për llogaritje, si ekonomist besoj përtej mesazhit politik. Pa diskutim. Unë doja t'ju për të kthyer tek kjo është për sa i përket filozofisë. Për t'ju kthyer se ku do të gjeni shifrat, sepse thonë do ulni taksat, do ngjelet buxheti pa para. Në fakt ky është ai që quhet misconceptioni më i madh, të cilët ne të djathtë kemi shumë qef ta hedhim poshtë këtë keqkuptimin e madh, që kur ulen taksat, ulen dhe të ardhurat e buxhetit shtetit. Javier Milei është presidenti i Argjentinës. Ka marrë një shtet i cili ishte i rënuar nga dekada socializëm, nga dekada që fokusoheshin në shpenzimet e jashtëzakonshme qeveritare, sepse gjithmonë qeveria prezantoi si zgjidhja, në fakt qeveria është gjithmonë problemi, dhe ndaj duhet sa më e vogël. Dhe çfarë bëri? Sa erdhi uli taksat, liberalizoi tregun dhe të pasurive të patundshme, qërat ranë në mënyrë të menjëhershme dhe në mënyrë të konsiderueshme, dhe sot, pasi ka ulur taksat, ka ulur edhe taksat të lidhura me prodhimtari në vend, ka rritur eksportet, sot jemi në një situatë ku TVSH-ja është rritur 55%, të ardhurat qeveritare nga taksat mbi të ardhurat janë rritur 111%. Dhe sot Argentina ka të ardhura qeveritare gati në nivele rekord. E njëjta gjë ndodhi pasi presidenti Trump në 2017 kaloi aktin e uljes së taksave në Kongresin Amerikan dhe ulën taksat në nivelin më të lartë që nga koha e Ronald Reaganit atje. Wall Street Journal në 2019 raportonte të ardhura rekord në buxhetin e shtetit amerikan pas uljes së taksave. Pse? Ulja e taksave bën një formalizim të ekonomisë, rrit bazën e kontributorëve, atyre që paguajnë taksa. Apo mendoni që do ketë njëjtin efekt kur u vendos taksa shesh në mandatin e parë të Partisë Demokratike, pra që u zgjerua baza? Siç e përmendni juve, ka ndodhur një herë kjo gjë, sepse Partia Demokratike e ka zbatuar taksën e shesh 10%, dhe ashtu siç ka ndodhur në qeverisjen e Partisë Demokratike, ashtu ka ndodhur në çdo qeverisje tjetër të djathtë në botë, e cila ka ulur taksat, janë parë rritje të ardhurave qeveritare, më shumë para në buxhetin e shtetit për të rishpërndar për shtresat në nevojë dhe një dalje shumë e madhe e njerëzve nga varfëria. Po një faturë pak a shumë se sa do të ishte një operacion i tillë e keni? Pra për sa i përket pensioneve, vendosim minimum jetik. Keni bërë një përllogaritje sa mund të shkojë një pikë pyetje. Lëvizja Bashkë ishte 1 miliard dhe më shumë. Këtë tjerë pastaj kurse Partia Demokratike me sa kam vënë ka një deklaratë rreth 400 milionë euro apo më shumë se. Po shifrat do dalin natyrisht me një rishikim edhe të buxhetit të shtetit, të financave të vendit, të cilat neve sot ende nuk i dim se si janë financat reale të këtij vendi. Mua më intereson që t'i më shoj këtij fakti, që Shqipëria pas 11 majit ka mundësinë dhe do të ketë, mendoj unë, një vizion tjetër për zhvillimin e vendit. Pra po thonë që është program fryme, një program llogarish? Natyrisht që është bërë të llogaria. Shikoni, ky është një program i cili është bërë me ndihmën e ekspertëve vendas, me ndihmën dhe me kontributin e fondacionit Heritage, i cili është një fondacion i cili bën programet e presidentëve amerikan prej 7 dekadash tashmë, që përpara presidentit Reagan, me ndihmën e fondacionit Konrad Adenauer, të CDU-s gjermane. Pra është një program i cili ka kaluar disa faza. Dhe sapo Partia Demokratike të vijë në pushtet, e ka premtuar edhe ish kryeministri, lapsus ndoshta freudian, kryeministri Arshën Berisha, që do bëj një rishikim, një audit të gjithë financave publike në mënyrë që ne të shikojmë se si është gjendja e financave publike. Dhe të dalim me shifra konkrete të situatës aktuale të financave publike, se çfarë nevoje do ketë për ndërhyrje aktuale e tjerë me radhë. Brenda 100 ditëve? Po pa diskutim, unë ju a përmenda. Bësh auditin e një ekonomie e tillë brenda 100 ditësh
dhe të vendosësh ato që quhen paketën e dhëmshurisë, pra disa masa që janë kushtueshme? Po, është bërë, shikon, ne nuk po shpikim rrotën. Ajo që ne propozojmë është e para një vizion, një alternativë dhe disa masa propozime, një program konkret, i zbatuar në gjitha vendet e tjera të botës kur kanë ardhur të djathët në pushtet dhe që është provuar që është rruga drejt zhvillimit dhe drejt prosperitetit për kombet. Kjo është një gjë provuar, nuk është se neve po themi tash do ulim taksa, do ulim shpenzimet qeveritare, dhe të shikojmë çfarë do ndodhi. Ne e dimë çfarë do ndodhi. Nëse ndodh në Kroaci, që ndodhi me qeverisin e parë, tash janë në mandatin e tretë të djathët aty. Nëse ndodh në Itali, qoftë me qeveritë e Berlusconit më përpara, qoftë me qeverinë Meloni. Nëse ndodhi në 2011 në Spanjë me Mariano Rajoy. Spanja mbahet gjitha modele europiane ju keni zgjedhur, gjithë ekonomia europiane. Ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndodhi në Kanada me Stephen Harperin, dhe pritet të ndodhi, propozon të njëjtën gjë Pierre Poilievre, që është kandidati për kryeministër i konservatorëve të Kanadas. Ndaj ne nuk po propozojmë ndonjë gjë të re ose të parealizueshme. Është një gjë e realizueshme dhe është një gjë që i çon një rrugë që i çon kombet drejt prosperitetit. Minimumi jetik apo pensionet minimale, padyshim përderisa gjitha subjektet politike bien dakord që do jetë këtu, patjetër do jetë një masë, diskutimi është rruga që zgjidhet për të shkuar tek kjo masë. Pa aty ka diferenca. Një pikë tjetër është padyshim ajo e rritjes me 20% pensioneve. Si parashikon të rriten pensionet gradualisht, pensionet e mëdha e larta, cila është zgjidhja juaj? Shikoni, sistemi pensioneve është një min me sahat në Shqipëri, po dhe në çdo vend të botës. Partitë politike që është min me sahat. Po, jo vetëm në Shqipëri. Kjo çështja e pensioneve është Shtetet e Bashkuara kanë, nuk e di, me dekada të tëra që diskutojnë entitlement reform, reformën e gjithë këtyre shpenzimeve e pensioneve dhe të tjera pagesa që bën shteti për qytetarët. Çështja është që neve vuajmë nga një shpopullim i frikshëm, janë larguar 1.1 milion shqiptar dhe është larguar pjesa më produktive e popullsisë shqiptare, e qytetarëve shqiptar. Dhe kjo e bën edhe më të dobët, më të brisht sistemin e pensioneve që kemi neve këtu. Lindshmëria ka rënë? Lindshmëria ka rënë dhe ndaj reformimi i sistemit të pensioneve nuk është çështje vetëm e një politike ose thjesht e rritjes pensioneve dhe këto propozime. Partia Demokratike dhe këtu ka një vizion të caktuar. Dhe vizioni fillon me kthimin e shqiptarëve njëherë në vendin e tyre, me gjithë këtë... Si do kthehen shqiptarët? Po, shqiptarët... Çfarë mund të vonte? Thjesht për të mbaruar këtë të pensioneve. Pensionet natyrisht që do rriten, nuk do ketë kryetari i Partisë Demokratike Berisha e ka premtuar këtë, ka dal garant dhe unë sërish gjej rastin tani përsëris që nuk do ketë pension nën 200 euro, sepse aty do jetë minimumi jetik i llogaritur nga avokati i popullit, pra nga një institucion i shtetit shqiptar, dhe pensionet do të rriten natyrisht në mënyrë periodike, dhe nuk do ketë rritje pensionesh nën rritjen e çmimit, nën rritjen e inflacionit, nën rritjen e normës rritjes së çmimeve, pra. Sepse dëgjojmë shpesh propagandën dhe qeveritare që thotë pensionet sot janë më të larta se në 2013. Në vlerë nominale po a janë më të larta në vlerë reale? Nuk janë të tilla. Fuqia blerëse e një pensionisti sot është më e madhe se çka që në 2013? Më gjeni një pensionist që thotë i blej ushqimet ose produktet bazë me më lehtësi se që ishte në 2013. Sot është shtrenjtuar kosto e jetesës në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë. Pensionistët e kanë shumë të vështirë që të shtyjnë muajin, ashtu siç e ka pjesa më e madhe e popullsisë shqiptare. Ndaj pensionet do rriten në mënyrë që pensionistët shqiptar të kenë dinjitetin e tyre në vend të pacënuar dhe të jenë të aftë të përballojnë rritjen e çmimeve të produkteve bazë, po dhe të çmimeve në përgjithësi. Dhe natyrisht skema e reformimit të pensioneve do të vazhdojë, është një synim afatgjatë, ky afatmesëm dhe afatgjatë, për të fokusuar dhe tek shtyllat e tjera, jo vetëm tek shtylla e skemës aktuale që është, por dhe tek shtyllat e tjera të pensioneve, si skema private e pensioneve, cila ekziston, po do duhet të ketë një fokus... Po shtylla e dytë, zakonisht është shtylla e parë dhe e tretë që janë funksionale, po të bëhet një përpjekje me Bankën Botërore që është bërë diskutimi për të shtuar një farë mënyrë një lloj kalimit të ardhurave, një lloj kombinimi i shtyllës dytë që është... Po, do duhet parë, kjo natyrisht bëhet dhe në konsultim me Bankën Botërore, me institucionet të tjera ndërkombëtare. Ka pasur një synim të qeverisë Berisha për ta bërë këtë gjë, realitet, por si gjithmonë opozita asaj kohë socialiste kundërshtonte çdo gjë që ishte në të mirë të shqiptarëve. Kështu që nuk është se edhe në këtë rast po shpik diçka të re Partia Demokratike. Parimet kanë qenë të njëjta konstante. Për ta bërë një bisedë
më shumë ekonomike sa politike në fakt. Karta e konsumatorit, çfarë si keni menduar, po themi, dhe i prek pensionistët, kjo është një analizi që bie në syt në programin tuaj? Po, patjetër që i prek pensionistët dhe njerëzit shtresat që janë në nevojë, sepse me anë të asaj që ne quajmë karta e konsumatorit, ideja është një herë në vit, po kjo dhe ndoshta mund të bëhet me një periodicitet më të shpeshtë, po ideja fillestare e jona ka qenë një herë në vit, tu rikthet të VSH-ja e produkteve që kanë blerë gjatë gjithë vitit. Pra, nuk është se do t'i marrin në atë moment pa të VSH, por do kenë një rimbursim të VSH-s së blerë për produktet. Pra, karta do regjistroj, po themi, blerjet që një pensionist do bëj dhe këto do t'i kthen. Dhe ky kthim është llogaritur tek 400 euro në vit që një pensionist do marri shtesë. Dy pyetje të fundit, shumë shpejt sepse do të kemi parasysh jemi periudhë fushate dhe koha është e ndarë datë në mënyrë barabartë. Keni parashikuar pak të gjithë masat tuaja sa peshë zën, po themi, në buxhet, sa ka një peshë totale të gjithë programit tuaj, apo është pamaçur? Jo, natyrisht që kemi, unë nuk do doja të futesha në detaje pa... sepse ky është një, jemi në nivel programor, ky është një program elektoral. Pra, në një program elektoral në gjithë botën jepen piketat, objektivat, piketat, se ku një qeveri do të shkojë në 4 vjeçarin e ardhshëm. Natyrisht kjo e thash, analizat do bëhen edhe duke parë se si është situata aktuale e financave publike në shtetin shqiptar, e cila është një gjendje me të dhënat tona një gjendje katastrofike. Dhe pyetja e fundit, që doja bëj dhe po themi kundërshtarëve tuaj politik kur i kem këtu në studio, keni një element pozitiv që ju do vlerësonit nga programet e kundërshtarëve tuaj? Ka diçka që mund ta vlerësoni apo janë gjitha negative? Po shikoni, unë vi këtu si përfaqësues i Partisë Demokratike. Po dhe fokusi im është që të prezantoj, të mbroj, të argumentoj programin e Partisë Demokratike për 4 vjeçarin e ardhshëm dhe vizionin e Partisë Demokratike për dekadat e ardhshme. Nuk është fokusi im që të propagandoj programet e të tjerëve. Aq më tepër që... Kolegët tuaj besoj do ta kenë bërë edhe programet e tjera, disa kolegë ekonomistë besoj. Aq më tepër që Partia Socialiste në dijenin time nuk ka një program dhe... Ka parti tjera, përveç PS-s. Pra një program, po them tërësi. Forca që synojnë qeverisin këtu janë 2. Partia Demokratike dhe aleatët e saj dhe Partia Socialiste në vetmin e vetë. Mund të kushtoj një parti politike e vogël, një parti të madhe për koalicion në varësi të rezultateve? Jo, mirë, patjetër. Unë nuk kam dëgjuar nga partitë e vogla që të synojnë qeverisin. Gjithë thonë ne do jemi opozita e ardhshme. Kushtimin mund ta ketë. Kjo është gjë tjetër, është pjesë e negociatave, është një hap i mëvonshëm në qoftë se do ndodhi kështu. Unë mendoj se Partia Demokratike i ka gjithë potencialin dhe gjasat që të formojë vetëm me aleatët e saj qeverinë e ardhshme të vendit. Por, për ta përmbyllur argumentin tim, nuk kam parë që të ketë një program Partia Socialiste, kam parë një kopim të disa propozimeve tona si minimum jetik, rritja e pensioneve, dhe unë këtu nuk e kuptoj cilin kryeministër do duhet të besojmë, atë që thoshte që pensionet nuk rriten sepse jemi në këtë situatë shumë të keqe për pensionet, apo kryeministrin që tha ne do të rrisim pensionet duke kopjuar propozimet e Partisë Demokratike. Të gjithë duket nuk kanë kopjuar njëtin vend, pra tek avokati i popullit, apo jo? Për minimumin jetik ka është tjetër. Dhe për nivelin e pensionit. Unë them paga minimale, për shembull 500 euro, është një gjë që ka kopjuar kryeministri më pas, e kemi propozuar ne në fillim. Paga mesatare 1200 euro, sërish e kemi propozuar neve, dhe më pas e ka kopjuar kryeministri. Mirë, keni bërë një produkt mirë, çdo thotë gjë. Po pa diskutim që programi ishte i shkëlqyer, se ka marrë aprovimin në disa prej organizatave që merren me këtë punë ndërkombëtare. Ideja është këtu, për të dhënë ndoshta një mesazh të fundit. Në qoftë se qytetari shqiptar, ashtu si qytetari amerikan, italian dhe shumë qytetarë të tjerë, vendos që të votoj duke pasur parasysh xhepin e vet, që të ketë më shumë para në fund të muajit, që të ketë më shumë para jo vetëm për shpenzimet bazë, po edhe për të pasur një jetë të rehatshme, për ta bërë Shqipërinë shtëpi sërish, për ta bërë Shqipërinë të jetueshme sërish, ka një program i cili shkon përtej disa propozimeve të hedhura në ajër dhe lidhen me një fill të gjitha këto propozime për të krijuar një vizion për Shqipërinë e dekadave të ardhshme, për një Shqipëri vërtet madhështore, për një Shqipëri që mbahet në dy këmbët e veta, që i ka të gjitha mundësitë që shqiptarët të kthehen, të ndërtojnë jetën e tyre këtu,
pranë komuniteteve të tyre, pranë familjeve të tyre, dhe të kenë gjitha mundësit që të zhvillohen ashtu si qytetarët e tjerë të shteteve të tjera. Neve nuk na mungon asgjë, as nga formimi, as nga intelekti, as nga aftësitë tona si shqiptar, dhe aq më tepër nga burimet natyrore që kemi, nga pozicioni gjeografik e tjerë. Shqipëria mund të kthehet në një vend të jetueshëm sërish, dhe këto propozime, siç kanë funksionuar kudo tjetër në botë, unë e përsëris mund të shpëtojnë dhe Shqipërinë, siç kanë shpëtuar Argjentinën nga socializmi, Britaninë e Madhe, Amerikën, Italinë, Spanjën dhe vende tjera, mund të shpëtojnë dhe Shqipërinë, dhe shqiptarët unë besoj do dinë që të përballen, të kuptojnë vërtet këtë vizion, të bëjnë pjesë e tij, sepse ne i shtrim dorën për një beslidhje me shqiptarët, për një kontratë me shqiptarët që të bëhen pjesë, të kenë vendin e tyre në këtë vizion dhe në këtë Shqipëri të dekadave të ardhshme për të ndërtuar shekullin shqiptar. Dhe këtë besoj, ishtë kënaqësi t'ju kisha në studio, besoj do kemi sërish në vijim, sepse do kemi në mënyrë të detajuar çdo premtim partive politike dhe besoj do kemi një takim tjetër që të keni mundësi të shpalosni edhe ato që nuk u thanë ditën e sotme, për sot ju falenderoj për prezencën tuaj. Kënaqësi dhe për mua.